Ne nuk e kena pas probleme që nuk kena pas ushtar vullnetar, ne kena pas probleme që nuk kena pas armë dhe municion, po jo me ushtar vullnetar. Në Çeçavic vazhdimisht ka pas ushtar vullnetar. Për fat keq, 22, 23 dhe 24 shtatore kena kalue komplet ato ofanzivë me 3 prellat mortares. Po, ka pas dezinformata që neve na kanë kushtu valla. Ka pas për shembull që vike fjala këta janë të pashkoll, komandant të pashkoll, janë të kuq, janë të huj, me koni venit, pa djali i filonit, a përshet, me thonë, krejt këto kanë ndikue dhe të thëtë që nuk po të na kanë kushtu shumë, po e kanë penges bukur e madhe. Ka pas rast për shembull që kanë thonë gjatë kohës të betejave, sidomos shtatorit 98-ës, kur thonë se forcat serbe janë vesh në uniformë të UÇK-s dhe janë himalit, edhe kjo na ka kushtu bukur shumë. Ka pas që ku janë konë komandant ose luftarët e Zot që kanë besu ushtarët në ta, rrajshëm kanë thonë u vrafilën komandanti, u vrafilën luftari, edhin që luftarët me një vetën të vetmuar edhe mu të tërhek pi frontit, dhe me thonë këto na kanë përcjell këto dezinformata, këto propaganda. Për çfarë po them, sikur të ishin sipas mendimit tam ligjet e luftës, nuk e kanë pas lehtë me veprue edhe njerëzit e dyshimt, që s'mundet kërkosh me thonë që nuk ka pas. Ne nuk e kena pas probleme që nuk kena pas ushtar vullnetar, ne kena pas probleme që nuk kena pas armë dhe municion, po jo me ushtar vullnetar. Në Çeçavic vazhdimisht ka pas ushtar vullnetar. Përkundrazi, veç është dashur me i pyet, në rast se janë kanë qyteteve ose të fshatrave tjera që nuk u kanë kontroll të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, veç është dashur me pyet. A je i rrezikum në rast se kthehesh? Ka thonë jo. I kanë thonë shka. Në kohë që na vjen të therrëm. Në rast se u kanë i fshatnave ku ne i kena pas në kontroll, këto 10 fshatna që ka i përmena më herët, atëherë na i kena thonë rrën dispozicion, po na u kanë dashur se kena pas edhe punë tjera, na nuk kena pas punë veç për me luftu, që tregova që është dashur me hap bunkera, strejmore, kanale dhe kështu. Për deri në dikun mas shtatorit 98-ës, kur janë shkuar vullnetarët dhe janë kthyer dikun në fund tetorit dhe në fillim të nëntorit, do të thotë mundësitë për me shku me marrë armatim dhe municion janë kanë deri diku dhe mas nëntorit. Do të thonë që atëherë dikun rreth 6 nëntorit kur na kthehen për fat keq, na ndohen ushtarët, disa kthehen vinë, disa shkojnë në Tiranë dhe disa vinë rrugë krejt tjetër. Bile këta dy që po duam i përmend, na bin dëshmor bashkë me komandant tonin dhe Micin, janë konë Hamdi Hajrizi, Bektesh Haliti, ushtar tonë, dhe për fat mirë kujtim Saraci i cili pështan po i plagosur ranë. Po shoqërt ashtu është mirë. Dhe të deri në atë kohë kanë pas mundësi, po rrallë, po ka pas mundësi për me shku me marrë armatim dhe municion. Por prej dhetorit 98-ës, ma ka qenë e pamundur, sipas informacioneve që mu më kanë ardhur, shtabi i përgjithshëm kish pas arrit me bo një batalion për logjistik. Dhe mu më rrët fjala që bëne kërkesën çka duhet dhe sa të duhet, e bina na. Unë e ku bo kërkesën për llojet e municioneve, për armatime, se ma shumë se armë nuk është që nuk kena pas municion mjaftueshëm. Dhe sidomos nuk kena pas prellat mortajes, do thonë kundër mjeteve blinduese të forcave të armikut, tankse, transportere, blinde dhe këto. Ato neve na kanë munguar si batalion. Dhe kena prit, po për fat keq nuk kena pas mundësi as me shku ma, po as nuk na ka ardhur municion. Ofanziva e shtatorit na ka gjetë edhe më keq se sa që atëherë kur thash në tetor nëntor që na erdhen një pjesë ushtare me armatim dhe municion. Për fat keq, 22, 23 dhe 24 shtatore kena kalue komplet atë ofanzivë me 3 prellat mortares.